Tani aty në Ksamil, unë po pres shikoj shezllon në ujë tani, se deri te vija ujë tani unë po pres që të mbushet dhe ujë atje me shezllon që t'jen tip varkash që njerëzit të shtrien, do t'ja vëndet çmimin 1.000 euro, 1.000 euro çmimi i shezllonit dhe pastaj noti të zhvillohet nën ujë me bombola oksigjeni se mbi ujë do bëhet plazh i krijuar. Çfarë muhabeti është ky tani plazh i krijuar? Se ky ka i problem. Ky është ky është si shqipojnë me dy koka, se një kokë e ka në administrimin e Sarandës, një kokë e ka tek hoteli Mamas në Qerret. Kështu që ky ka dy koka, është si shqipojnë dhe shef, po mirë më ngolem dakor. Shef edhe nga këtej, po shef edhe nga andej, dhe kjo ka të mirën e madhe që ky i kupton shumë mirë, i kupton më mirë se sa kushdo nga ne ata që janë në industri, ja u di më mirë sa ne gjitha hallet, ju di dhe hilet nuk diskutohet, edhe nga ana tjetër ju qanë edhe hallin. Gjithsesi duhet bërë një kompromis pozitiv atje për të pasur edhe pak hapësirë për ata që nuk duan të futen në atë regjimin e kazermës me shezllonët, ku unë nuk e di domosdoshmë se si ndodh, po ma hamendja që aty po të futesh me familjen në fund 15 ditë që mos dash me një familje tjetër, se janë kaq ngjitur, edhe aty do të bëhet një gjykat për divorcet në kohë reale që u ndava me këtë, u bashkova me atë, tani të bëjmë bashkimin e atij tjetrit me atë tjetrën në mënyrë që të gjithë dalin të lumtur nga Ksamili.